simdhënës, nxënës dhe të gjithë ju të pranishëm. Mirë se keni ardhur në programin festiv kushtuar një qershorit dhe festës së abetares. Sot na pret një program i mbushur me këngë, valle, poezi dhe shumë emocione të bukura. Çdo paraqitje është përgatitur me shumë dashuri dhe përkushtim nga nxënësit tanë. Prandaj ju ftojmë ta shijojmë së bashku këtë festë të veçantë. E para se të vazhdojmë me programin ton festiv, ftojmë për një fjalë rasti Zotri Drejtori Durim Mërtezani. Mirë se vini, Zotri Drejtor. Të nderuar prindër, të respektuar mësues dhe mësuese, të dashur nxënës. Kam kënaqësinë e veçantë që sot jam pjesë e këtij manifestimi të bukur, kushtuar një qershorit ditës ndërkombëtare të fëmijëve. Sot është një ditë gëzimi për të gjithë ne. Shkolla jonë është e mbushur me buzëqeshje, këngë, recitime dhe aktivitete të ndryshme që tregojnë talentin dhe kreativitetin e nxënësve tonë. Një moment i veçantë i kësaj feste është festa e abetares për nxënësit e klasës së parë. Të dashur nxënës, ju përgëzoj edhe për këtë arritje të rëndësishme. Keni mësuar shkronjat, keni filluar të lexoni dhe të shkruani duke hedhur hapat e parë drejt dijes. Falenderoj mësuesit dhe mësueset për punën dhe për kushtimin e tyre, si dhe prindërit për mbështetjen dhe bashkëpunimin e vazhdueshëm me shkollën. Një falënderim i veçantë shkon edhe për televizionin Opoja, i cili përcjell dhe promovon aktivitetet dhe sukseset e shkollës sonë. Të dashur fëmijë, vazhdoni të mësoni, të ndroni dhe të besoni në vetvete. Ju jeni krenaria jonë dhe shpresa e së ardhmes. Gëzuar një qershorin, ju uroj shëndet, lumturi dhe shumë suksese. Faleminderit. A të kujtohet sa bukur është për fëmijët këndojnë për gjërat që duan më shumë? Po, sidomos kur këndojnë me aq dashuri dhe buzëqesje sa parashkollorët tanë. Atëherë le ti mirëpresim me këngën Flutur, ty të dua shumë. Dhe me pas me vallën e tyre të bukur, lulet e pranverës. I ftojmë me shumë duar trokitje.
para, si kur të kishe një superfuqi, çfarë do të dëshiroje? Po të kisha një superfuqi, do të udhëtoja në përgjithësi për të parë nga afër yjet dhe planetet. Sa bukur do të ishte të njihni misterët të universit. E po ja, tashmë është radha e nxënësve të klasëve të dyta me improvizimin skenik Kënga e Planeteve. I mirëpresi me shumë duar trokitje. Te planetet sillen për e diellit, yllit më të madh kur e shohim qiellin, burrimi i energjisë me rrezë dashurisë, diellin e na ngroh dhe na mbush jetën dritë. Merkuri është planeti më i afërt, ditën më shumë ngrohtë, por ftohtë bëhet nata, në veni moti nuk ndryshon. Është i masa gjysma tokës, ka shumë plure dhe loq. Te planetet sillen për e diellit, yllit më të madh kur e shohim qiellin, burrimi i energjisë me rrezë dashurisë, diellin e na ngroh dhe na mbush jetën dritë. Jupiteri si planet është më i madh, se të kombinohen gjitha planetet tjera bashk. Saturnin nëse një dhe ti e sheh, nga unazat që rrethojnë, shumë lehtë do ta vësh re. Satelitat mund ta rrethojnë një planet, 27 ka Urani dhe kur nuk mbetet vet. Planeti te Neptuni është i katër, është planeti më i ftohtë, atmosferën e ka tokut. Te planetet sillen për e diellit, yllit më të madh kur e shohim qiellin, burrimi i energjisë me rrezë dashurisë, diellin e na ngroh dhe na mbush jetën dritë. Fatma, mendon se fëmijët mund ta ndryshojnë botën me fjalët dhe këngët e tyre? Sigurisht, sepse mesazhet që vijnë nga zemra prekin gjithmonë zemrat të të tjerëve. Tani nxënësit e klasëve të treta së bashku me klasën 4-3 do të paraqesin një monolog kushtuar fëmijëve të luftës. Dhe më pas do të interpretojnë këngën Drenica ime. I mirëpresim me respekt dhe duar trokitje. Sot është një qershori, dita buzëqeshjes së fëmijëve, dita lojrave e ëndrave të pafajshme. Por në këtë tokë që ta ndajnë edhe një tjetër kujtim. Një kujtim që nuk fshihet edhe kur fëmijët qeshin, sepse dikur në vend të zërave të lojës dëgjoheshin krisma. Në vend të lojrave kishte frikë. Në vend të përqafimeve të gjata kishte ndarje. Ndarje që nuk u kthyen kurrë. Fëmijët e Kosovës nuk e patën gjithmonë një qershori si ky i sotmi. Disa u rritën shumë shpejt, disa mbetën fëmijë për gjithmonë në kujtimet tona. Dhe në mesin e kësaj dhimbje u ngrit një zë. Një zë që nuk u thye. Një zë që mbajti gjallë shpirtin e kësaj toke. Ai zë ishte Drenica. Zemra që rahu edhe kur gjithë çka duke je heshtur. Sot, ndërsa festojnë fëmijët tanë, le të mos harrojmë ata që nuk patën mundësinë të festojnë. Sepse, fal sakrificës, ne sot kemi zë, kemi jetë, kemi të ardhme dhe kjo ardhme këndon. O Drenica ime hapja
shpreson se do të ndërtoj të ardhmen e vendit tonë? Padyshim, fëmijët dhe të rinjet që ndërrojnë dhe punojnë për një të ardhme më të mirë. Pikërisht për këtë arsye, nxënësit e klaseve të 4-ta do ta paraqesin dialogun Ne jemi e ardhmja. I ftojmë në skenë me shumë kënaqësi. Ne jemi e ardhmja. Kush e zgjon botën me buzëqeshje? Fëmijët. Kush se drejt të shpesë? Fëmijët. Kush e ndërron për një botë më të mirë? Fëmijët. Po kush është ardhmja e saj? Ne, fëmijët. Kemi duar të vogla, Por zemrat të mëdha. Kemi hapa të vegjël. por ëndra të gjata. Ne duam të mësojmë, të luajmë e të qeshim, Të rritemi me dashuri. Dhe botën të zbukurojmë. çdo fëmijë meriton gëzim, çdo fëmijë meriton kujdes, Çdo fëmijë meriton shkollë. çdo fëmijë meriton paqe, Sepse ne jemi shpresa, forca, drita dhe ardhmja. kur fëmijët buzëqeshin bota bëhet më e bukur. Sot është dita jonë, dita e ëndrave, Dita e gëzimit. dita e shpresës, dita e dashurisë, dita e lojës, Dita e lumturisë. Dita e të gjithë fëmijëve. gëzuar një qeshori. Fatma, çfarë të vjen ndërmend kur dëgjon muzikë popullore? Më kujtohen traditat, vallet dhe gëzimi i festave shqiptare. Atëherë është koha ideale për vallën popullore të klaseve të 5-ta. I mirëpresim vallëtarët tanë me shumë duar trokitje. që çdo fëmijë e kujton gjithmonë me dashuri? Padyshim, Abetarja, libri që na mëson shkronjat dhe hapat e parë drejt dijes. Sot nxënësit tanë do ta paraqesin vallën gjimnastikave së muzika. Më pas do të recitojmë vjershat e shkronjave, vjershën Abetare Bukuroshe dhe do të interpretojnë këngën Fruta Perime. I mirëpresim me shumë dashuri në skenë. Stiçka me bë
Neshta quta pasën pa, unë aja jam e pa, komandante alfabeti nuk me zhodhi parlamenti, që në lidhje me zhodhi bebi, se kulia i posa që në sludhët, Bora pije për bitok, priqe male kam buluar, bike narta dhe utelir, sot lëden të gazu. Shkronja ca, pakve të ngritur vitamin, thot për të rritur, Allah vet, shpesh për të sëm, spije qaj i palima. Qam të mbushet pispilose, sa për shkronja smerakose, është mbushur me vesan, na seksin në jetë mbar. Dimri vjame shumë gjume, teftot me acar, deti tar valë shkum, që të sojnë në behar. Shkronja dhe me thuaj val, si do quhej një dhëmbal, po mos ishe ti moj mike, mos ta dija për fiznike, dhe një dhine fshatin tip, do ta quaj me gabi. Shkronjën e ka të paren, ma e madhja ka shlemot, por kujtojt e jo malena elefanti era thot. Shkronja e kompleksuar, me 2 pika thot jam mësuar, si do të qënti një fëmi, mos të kisha pika 2. Flutra na betare, o ka koqe kërkoj, një shtëpi ku do qëndroj, besa pata fatë mit, që më mora me dëshit, dhe më vun të shkroj në fat, në fëndyja djaninja. Koma fshiu shjonjen gë, e shtrembëruar në fletore, shonje e di me mirë, të drejt i kam 2 prit. Qenë në gjemi, si s'harran me mëngjis, një sekundon, mbrejt i pulave pa dyshim, je i për në fshatin të. Eva e Heraklitit, nuk e disa me fatje, këtë e në bukurin, ko për kata kanzilin. Shkronja i mesinit nuk kull, piko for, piko kengull, ku do shko, ku do që vejt, e gjyne piko mbale. Yes, ja, do që ka 7 dit, yes, janari që fillon qdo vit, yes, ja hona që moret buqet, yes, jeta e unë shmet. Ka si krokodil që në lumë tonë, ka si kanari që bukur këndon, ka si kalendar që të janë numëron, ka si kale që ka të petë prapon. Le si lumi që rjetë ditena, le si leleku me qafën e gjak, le si lopa që qumës le shok, le si lullështridhe që me shirë thuron. Ullën dhe zi gjatë e mori shkronja la nuk reagon. Kën ka kohë shumë e vjetër me kemi këtë tjetër. Mama, fjale e parë në botër mama. Me dhënë zëndë jo ma, më shpoj gjenda o ma, dhe mami kur ka shqecim, për shpiritin o mami i.
Në është në theni nua, natën me yjet e bukur, nuk ka të në këtë botë, që këndene e në plot. Një qeshori vjeni qeshur ti në ndonë, ne festoj, o sa bukur jemi vesh, e vivale e këndoj. Ormali as më sua, sa njën e ke motër ti, po i dashur vocerak e ka motër për mirak. Me për një skramvera që vullueson, me për 25 ku që ndej në tonë, në anten dhe piktori pikturon, me për kërgojmë pash për planetin tonë, peze bukur në ditar për të ndihen shokenar. Në susja soli një të dësë, rrugje, rrugje, papa rrugje, prenda druja është ku që është qërësia, tha të mor, një qeshori naso. Vere fillon emri reare, është rina dhe rinë, riri ke shune pa qëntime, ta kam puhin e ma mesime. Ra është loni, nero fea, rizë dili, në ditare, alla ravë mundi të si, me lohume për femi. Si semafori që në rrugë nga drejton, surkadja e bukur brishve vrapon, skifteri më shumë pret që aq larë fluturon, më së fillojnë stine që rotu vërnë e vinë, por që njëra tjetra ndot nuk e arrit. Me shah fillon, veç e pia Kosova ka shkëjnën ka, jana ka shkëjnën ka me regull ponate, pushe shime koj kemi. Telefoni e sinjal, pi, 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 po ma thëret. Telefoni zhur më ndan, mua babi kur më flet. Të thuqi, ishti dyt, nga dora e djath, brenda gojes diterat, si kur qenë e bemi, jak, erdi doshin, oj, 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 kodja djaj, me gish negoj, mami i babi kishin tu, ta i folën nuk të buk, i folën dhe me t'keq, ka lyën me spec të kush, do thuzu që i prap thuzu. U sa vap që bën me vek, kuj ke djeli për miko, u sa këto të bën me dime, kuj të bjege bor në tok. Shkronjave, vera vjen në shkronjave, vaj ka deti shumë e shumë, var ka ninit pa motor, po lundron në atë shtrengat, inja ninit si vapor, që lundron ditën. Dhe pa në shak, dhe pa blok, dhe dilana kiste shumë, Brania kite hiesi, me dilane vapken. Urberi veshtu një infleze bagur se që një, se urbera kohë shumë, që një u gërat në gjumë. Po sa shkronja gjele dzohe, dy tri he, bile pak kumtohe, gjepi bën shumë gjelos, se kam vetur kështu bës. Zogi vogël arabab, as më jet një kokër bab, ciu, ciu, këtu jam të japën se shok të kam.
Nuk të mesova në shkollë, mos të pera do një njollë, mos pa dashur do një herë, te kam vritur, te kam gjerë. Zënësi dashur te kam falur, për të gjitha ato që thua, për asushis me të shamua, tua I gjim librat e tua. A betare shoqja jam, ti mos do të ikësh për gjithmon? Ja, të shkë për të pushuar, prap do zi për tisa muaj, ja këtu në klasën tuaj, për fato sa 6 vjeqar, që tu të vinë në klasë të parë. A betare, shoqja ime, më mësove shumë mësime, si të shkruaj të lexoj, rokje fjalë të formoj. Fëmijë të mirë, unë po lakon sot, një shok po leke du, është lektimi shokuim, atë pasën bëjnu. Janë të mira betare, ne së ndahemi për fare, do të mbaj gjithë një në shtëpi, midis librave të mi. Mirë se ju gjeta fëmijët abetarës. Nëse e keni dashur kaqum abetarën, do të mësoni shumë gjëra nga unë, si do të mësoni për të parët tanë, do t'ju tregoj për bukuritë e ardheut, për luftëtarët e lirisë, për djetarët tanë të mëdhenj, për dashurinë ndaj prindërve dhe njëri tjetrit. Për atë do ta bëjmë krenar këtë vend. Abetarën e mbaruam, leximin do ta fillojmë, prindër të dashur nuk shpëtuan, ndim prap do t'ju kërkojmë. A e gjen jo fëmijë, kush na mëson e kush na mban, kush na ushqen e na defren, kush na qep e kush na lan. Ata janë prindërit tanë. U I gjejmë shoqet e rralla, cili është ai vën valla, një godinsën e përprova që na I bën mendje të mu. Ajo është vetëm shkolla!
ceremonia e prerjes së tortës. Ftojnë nxënësit e klaseve të para, mësimdhënësit e tyre, së bashku me drejtorin e shkollës për këtë moment të veçantë. Le ta përmbyllim këtë ditë me buzëqeshje dhe gëzim.